Çdo fundvit në Shqipëri ka një bilans që përsëritet, të blagosur, incidente dhe premtime që mbetën në letër. Në vitin 2018 u miratua ligji që ndalon tregtimin dhe përdorimin e fishek zjarreve. Qëllimi ishte i qartë, më pak rrezik dhe më shumë siguri. Çdo vit, institucionet dalin me të njëjtin paralajmërim. Policia premton kontrolle dhe ndëshkime. Policia e shtetit apelon për të gjitha subjektet tregtare që të mos tentojnë të fusin dhe të tregtojnë lëndë piroteknike dhe fishek zjarr në mënyrë të kundërligjshme, pasi do të përballehen me ligjin. Krahas dënimit me gjobë, në varësi të dëmit që shkakton zhurma, mund të vendoset edhe mbyllja e përkohshme apo e përhershme e veprimtarisë ekonomike sipas ligjit. Por realiteti flet ndryshe. Incidente nga përdorimi i lëndëve piroteknike janë shoqëruar çdo fundvit. Gjatë festimeve të mbylljes së vitit të 2025, 20 persona u lënduan në rang kombëtar nga fishek zjarret. Në Vaçar, një 13 vjeçare u plagos së lehtë nga një plumb qorr. Ndërkohë shpërthimet dëgjohen kudo, në lagje, mes pallateve, pranë fëmijëve. Fishek zjarret nuk janë zhdukur. Sot shiten hapur në rrjetet sociale, në TikTok dhe Instagram. Faqe anonime i ofrojnë lirshëm një mesazh, një porosi dhe një pako që vjen me post, pa kontrolle reale, pa gjoba të dukshme dhe pa pasoja. 7 vite pas ndalimit, fishek zjarret vazhdojnë të ndizen, por ndryshe nga sa ka ndodhur më parë. Ato dëgjohen tashmë thuajse çdo natë, për ditëlindje, festa apo edhe argëtim. Ligji është në fuqi, por sa fuqi ka, varet gjithmonë nga institucionet që dëshirojnë ta zbatojnë.